Ju përshëndesim gjithëve. Konferenca përshtyp pas ndeshjes kthimit play-offit UEFA Conference League, Shkëndija dele mundur nga Samsun Spori, këtu trajneri Jeton Beqiri për të dhënë opinionin e tij, natyrisht për këtë ecurit fantastike të Shkëndijës këtë vit, jo vetëm për klubin ton, por edhe për gjithë futbollin vendor. Urdhroni me pyetjet. Si fillim njerë, dua që të përgëzoj ekipin e Samsun Sporit për kualifikimin, mendoj se në të ndeshjet e kanë merituar. Kurse sa i përket ndeshjes, besoj që ne ishim shumë mirë në pjesën e parë, pastaj një penalti aksidentale ose pa kujdesshme dhe lodhja e bërit veten që pastaj të posojmë humbje me rezultat të thellë që sipas asaj që pjesës së parë që zhvilloi, domethënë nuk është e merituar. Të them të drejtën, nuk e prisja për shkak se besoja që do jemi një ekip kompakt i cili do rivalizoj shumë, por si që thash edhe më herët, një moment i penaltis apo edhe ndeshja e zhvilluar ditën e diel në kushte shumë të rënda të fushës kundër Sileksit në kampionatin e Maqedonisë, besoj që ndikoi shumë që edhe në pjesën e dytë të vi lodhja e futbollistëve që pastaj erdhi edhe deri te, themi me një fjalë, deri te shturja që edhe deri tek pranimi i 3 golave tjerë përveç penaltisë. Normalisht se pasaj ndeshje përfundon edhe aventura jonë evropiane, që unë njëjtën kohë doja që si fillim të falenderoj gjithë futbollistët për maksimumin e dhënë, për shkak se arritja totale e klubit gjatë këtij kompeticioni ka qenë jashtëzakonshme, pavarësisht humbjes fundit e cila ishte humbje e lartë, të them drejtën. Dua gjithashtu të shpreh një falënderim edhe për gjithë klubin, nga pronarët e kryesia e klubit, të gjithë të punësuarit në klub, administrata, për shkak se ka qenë një sezon i lodhshëm për ne, ka qenë një eksperiencë e re për ne dhe tani më mbetet që gjithë koncentrimi apo gjithë fokusi jon të kthehet nga kampionati i Maqedonisë dhe shpresoj që si në kampionat edhe në kupë do japim maksimumin dhe jam i bindur se me një angazhim maksimal do të dalim me rezultate pozitive në fund kampionatit. Normalisht, sa i përket fushës lojës, ishte një ndeshje e luftuar si në Shkup, ashtu edhe këtu në Samsun Spor, kurse sa i përket miqësisë që ne kemi si popull apo edhe si klube, normalisht që ishte kënaqësi që të luajmë kundër ekipit tuaj, një ekip shumë serios, një ekip i cili ka ngritje edhe në kampionatin e Turqisë nga viti i kaluar edhe këtë vit. Dhe normalisht të përballesh me skuadrat këtij niveli është një kënaqësi e veçantë për ne dhe normalisht edhe përkundër humbjeve që posuam, besoj që për ne është një eksperiencë, është një mësim dhe ne gjitha këto eksperiencë, gjitha këto mësime do mundohemi të shfrytëzojmë në mënyrën më të mundshme pozitive që viteve e ardhshme apo edhe muajt e ardhshëm apo ditët e ardhshme të jemi sa më pozitiv, të jemi sa më të fuqishëm dhe normalisht çdo ditë të përmirësohemi më shumë e më shumë. Mirë, ju falenderojmë gjithëve për mikpritjen, juve gazetarëve, skuadrës Samsun Sporit dhe gjithë popullit turk. Jemi ndjerë si në shtëpi këto ditë, pavarësisht që deshtëm t'ju mundim sonde dhe të avancojmë atutje, futbolli i ka këto gjëra. Ju urojmë gjithë mira, Samsun Sporit shumë suksese qoftë në Europë, qoftë në kampionatin vendor, edhe juve gjithëve, sigurisht shëndet në radhë parë dhe shumë suksese në fushat tuaja të veprimit. Shkëndija vazhdon më tutje, takohemi bashkë në garat e radhës të hënën. Shkëndija ka përballje me skuadrën e Pelisterit në kampionatin vendor, aty ku ekipi vazhdon luftën dhe dëshirojmë të shkojmë në vendin e parë. Mirupafshim.